Tani do ju tregoj një histori. Mbrëm Flamur Nokari filloi shpifje ndaj meje, doli në TV A2-shin, TV-ja e aferës Thuman Kashar dhe Unazës Madhe nëse ju kujtohet, dhe shpifi duke thënë që unë pas kam fituar një tender. Nëse, komplet shpifje gënjeshtër. Mbrëm fola me një mikun tim që është akoma brenda Partisë Demokratike dhe i thash, ore sa i pa fytyrë ky Flamuri, si mund të shpik në këtë mënyrë? Dgjoj, më tha, Flamuri ka 30 vjet që vetëm shpif në Partinë Demokratike, kështu e ka mbajtur postin në PD. Arove tha çfarë i bën Josefina Topallit, zonja e kurt e PD-s, i thanë që ishte shitur te Rama, pateri e Ramës, vegël e Ramës, tek shumë e radhë. Kështu tha, mos u habit, Flamuri nuk mund të flas për të ardhmen apo për zgjidhje. Flamuri di vetëm të shpif. Kështu ka qenë në këto 30 vjet. Tani kam një mesazh për Flamurin. Flamur, vazhdo dhe gënje. Vazhdo dhe musulmo, mos e vri mendjen fare, je në rrugën e duhur. Kontrasti me ty është mënyra më e mirë për të treguar të gjithëve kush jam unë. Nuk ka njeri në Shqipëri, Flamur, që nuk e di kush jam unë dhe kush je ti. Unë jam pasuruar me punë, Flamur. Kur them që nuk dua vetëm rotacion, por ndryshimin, e kam pikërisht për ty. Nëse ikën tavla në balla dhe vjen ti, Flamur, nuk ndryshon asgjë për shqiptarët. Nga një mashtrues në një mashtrues tjetër.